Në portin e Durrësit thamë është zbuluar një automjet me pajisje përgjuese të fuqishme, thoshin, dhe u raportua se i përkasin shtetasve italian. Përse bëhet fjalë, ç'është kjo gjë, Klodi? Është një ngjarje në fakt zoti Rakipi që nuk ka marrë vëmendjen e duhur në media edhe nuk e kuptoi arsyen përse. Bëhet fjalë ndoshta për një ndër skandalet më të mëdha që po konsumohet në territorin e Republikës së Shqipërisë, për faktin se pajisjet të cilat janë bllokuar në portin e Durrësit janë pajisje të sofistikuara përgjimi, të cilat aktualisht janë në ambientet e prokurorisë së Durrësit dhe pritet të nënshtrohen ekspertimit. Personalisht kam rënë në dieni të bllokimit të këtyre pajisjeve të shtunën në mbrëmje vonë, ku më është konfirmuar që disa persona të cilët në momentet e para nuk ishin të identifikuar, kishin udhëtuar fillimisht u dha një itinerar tjetër për më pas u sqarua, me një traget të linjës Bari-Durrës dhe kishin mbritur në orët e para të mëngjesit të së premtes në portin e Durrësit. Në automjetin e tyre sipas burimeve, të cilat janë burime shumë besuare, sepse zyrtarisht as policia e kufirit, as policia e Durrësit, por as policia e shtetit nuk ka dhënë informacion lidhje me këtë çështje dhe ka refuzuar të bëj komente. Këto pajisje kanë mbritur, pra janë 3 shtetas italian, kanë ardhur bashkë me pajisjet, kanë hyrë në territorin e Republikës së Shqipërisë, kanë qëndruar rreth 12-13 orë në territorin tonë. Mendohet që gjatë këtyre orëve të qëndrimit brenda vendit kanë kryer përgjime, të cilat janë përgjime të paligjshme dhe të paautorizuara, sepse nuk ka patur asnjë skuadër të përbashkët mes autoriteteve shqiptare, pra si prokuroria posaçme apo prokurorit jurisdiksionit të zakonshëm, të nënshkruar me palën italiane për të kryer përgjime. Pasi kanë përfunduar punën e tyre, këta 3 shtetas janë ndaluar në momentin kur do të merrë një traget të linjës Durrës-Ancona. Në momentet e para të 3 shtetasit janë identifikuar dhe prezantuar si punonjës të Guardia di Finanzas. Ka rezultuar më pas që 2 prej tyre kanë qenë realisht punonjës të Guardia di Finanzas, por nuk dihet nëse kanë patur një autorizim nga EPROR-ët ose nga struktura e tyre atje për të bërë përgjime në ujërat territoriale ndërkombëtare dhe më pas në vendin tonë, dhe më pas shtetasi i tretë rezulton po me shtetësi italiane, pra shtetas italian, por rezulton të mos jetë pjesë e Guardia di Finanzas, por sipas verifikimeve paraprake është një person i cili është kontaktuar dhe ka qenë marrë në shoqërinë e 2 zyrtarëve të Guardias me qëllim që të përdorte pajisjet përgjuese. Pas janë marrë në pyetje për rreth 3 orë, burimet të konfidenciale konfirmojnë që 3 shtetasit janë lejuar të largohen në drejtim të Italisë, bashkë me automjetin e tyre i cili është kontrolluar, ndërkohë që pajisjet aktualisht janë të bllokuara dhe sikur se thash pritet i nënshtrohen ekspertimit. Deri në këtë momente prokuroria e Durrësit ka caktuar vetëm një prokuror për çështje. Policia e ka referuar, thash, nuk ka bërë asnjë reagim zyrtar, por në mënyrë të fshehtë ka dërguar çështjen penale në prokurori për 2 vepra, veprën penale të përgjimit të paligjshëm dhe veprën penale të futjes së mallrave kontraband, sepse pajisjet jo vetëm që nuk ishin të regjistruara, por nga ana tjetër nuk ishin as leje apo autorizim nga autoritetet shqiptare për të kryer përgjime të mundshme. Ne kemi patur historik në lidhje me përgjimet e paligjshme ose pajisjet përgjuese të cilat kanë qenë të dyshimta që kanë hyrë në Shqipëri. Nëse ju kujtohet, ka qenë pajisja e famshme Imsi Keqër në atë kohë që dërgoi në pezullimin e drejtorit të përgjithshëm të policisë së shtetit dhe 2 zyrtarëve të tjerë. Ajo pajisje u dyshua në atë kohë që u përdor edhe në ambientet e burgjeve. Ka qenë një shtetas izraelit i cili u arrestua dhe u mbajt izoluar, pra duke mos ju lejuar e drejta për të dalë jashtë Shqipërisë për disa javë me radhë, që po ashtu kap në Rinas me pajisje përgjuese. Gjithashtu ka patur dhe 2 raste të tjera, të cilat janë bllokuar në hyrje apo në dalje të territorit, pra të kufirit, pajisje përgjuese. Rasti konkret është shqetësues, sepse fakti që 2 prej zyrtarëve janë të Guardia di Finanzas, ata skuadra lëvizin vetëm ku ka eksponent ose të rëndësishëm të botës së krimit dhe që përbën shqetësim për palën italiane, ose momenti i dytë kur ata kanë në target politikan të caktuar, të cilët mund t'i kenë interceptuar në përgjimet e tyre telefonike, që mund të kenë lidhje me krimin organizuar. Se kush janë personat e përgjuar, cili është itinerari i zyrtarëve që kanë ndjekur në vendin tonë dhe çfarë ka ndodhur me rezultatet e përgjimit, kjo është një përgjigje që do duhet ta jap prokuroria në kuadër të hetimit që po kryen. Megjithatë, fakti që autoritetet po heshtin e bën edhe më të madh skandalin, sepse automatikisht do duhet që të gjitha instancat shtetërore minimalisht të kishin bërë një hetim administrativ se si brenda territorit të vendit
janë kryer përgjime në mënyrë të paligjshme me pajisje të sofistikuara. Dhe çështja shtrohet përse 3 personat, pra 2 zyrtarët e Guardia di Finanzas dhe personi tjetër i kontraktuar prej tyre, u lejuan të largohen sepse mund të merrej një masë ndaj tyre të mbaheshin të paktën me bllokim pasaporte në territorin e Republikës së Shqipërisë, derisa ekspertët të bënin edhe ekspertimin e pajisjeve përgjuese. Por deri më sot të gjitha institucionet kanë refuzuar të japin komente. Zoti Dervishi, dhe pastaj me Lalën edhe një pyetje tjetër, po zoti Dervishi, atëherë unë besoj kam dëgjuar që kishte gjëra shumë kam dëgjuar, që është mjaft interesante. Dhe është një problem shumë i rëndësishëm kjo. Fakti që policia ende nuk ka dhënë një komunikat zyrtare qoftë 2 rreshta, e bën goxha të dyshuar atë që ka ndodhur. Edhe unë jam bashkoja mendimin e koleges që thotë që është një ngjarje që besoj se do ketë zhvillime më të forta në të ardhmen, besoj gjithmonë. Paga shumë pra kuptohet që kemi të bëjmë me një njerëz që kanë ardhur nga Italia, që punojnë për llogari të strukturave të ligjshme të shtetit italian, të strukturave të policisë, të antimafjas e tjera, të cilët kanë ardhur, por nuk e dim saktësisht kohën, Klodi thot për 12 orë, nuk e dim saktësisht kohën se çfarë, unë di që ngjarja ka ndodhur disa ditë më parë, jo 2 ditë më parë, 3 apo 4 ditë më parë. Është mbajtur goxha sekrete. Dhe në fakt i bie Ferdinand. Ka një terr informativ, nuk është e pakët që të vijë një pajisje e tillë të instalohet në Shqipëri. Ajo pajisje, kur i afrohet një antene, e duplikon atë antenën, pra shtiret sikur është antena telefonike ta them që është në dajt. Dhe ajo shtiret si e tillë duke kapur sipas atyre një numri që mund të kenë ata të një celulari apo diçka e tillë, ose pa numër fare kap një trafik të caktuar dhe identifikon një trafik të caktuar telefonatash. Mund të jetë përdorur për 2 orë për një takim si ai i Arubës, që mund të jetë atyre. Mund të jetë përdorur për krimin e organizuar, mund të jetë përdorur për politikën, mund të jetë përdorur për shumë gjëra. Ka shumë pikpyetje dhe pra e para njerësh nuk e thua kot këtë, po për sa orë duhej. Për sa orë u duhej atyre. Ne nuk e dim me një fjalë, Klodi e tha 12 orë, unë po besoj Klodin, po mund të ketë qenë edhe 2 ditë, dhe një javë, dhe një muaj këtu. Nuk është çudi. Kjo pajisje. Edhe një tjetër, kur pyetëm këtë inteligjencën artificiale se këto pajisje e mbajnë informacionin apo informacionin e transmetojnë, në dha përgjigje informacioni ikën. Transmetohet pra. Pra ata s'kishin nevojë për ta mbajtur pajisjen sepse kanë aktualisht mund të jenë çuar në Itali. Bosh.